Skuadra kombëtare do të kishte takimin me Greqinë me 25 prill. I bëjnë një mbledhje urgjente në të grumbulluar në Durrës. Ekipi kombëtar i bën një mbledhje urgjente. Nuk dinin gjë lojtarët dhe aty thonë që skuadra do të shpërndahet sepse ka vdekur Enver Hoxha dhe nuk ka asnjë aktivitet sportiv. Nuk e bën ndeshjen? Pas kemi qenë afër. Teorikisht mund të merrnin 4 pikë. Dhe që ishim kandidat, fitoria me Belgjikën na i dha këtë lloj mundësie pra që ne për herë të parë krijonim këtë lloj mendimi, këtë lloj ndjesie që mund të shkojmë dhe në botror. Pas Belgjikës, mbaron viti 84, rifillon kampionati me radhë, jemi në prillin e 85-s. Janë 2 ndeshje shumë të rëndësishme. Shqipëri-Greqi dhe Shqipëri-Poloni. Këtu tash kemi 2 muaj që s'kan shumë lidhje me futbollin, për faktin se me 11 prill vdes Enver Hoxha. Dhe gjithçka në Shqipëri në atyre viteve, atij muaj kushtëzohet, kondicionohet nga gjithçka. Pra jo veprimtari sportive, jo veprimtari artistike, një popull që qanë një diktator, si më thonë, një njeri që pra nuk u bënte fjalë për sport. Skuadra kombëtare do të kishte takimin me Greqinë me 25 prill. I bëjnë një mbledhje urgjente në të grumbulluar në Durrës. Ekipi kombëtar i bën një mbledhje urgjente. Nuk dinin gjë lojtarët dhe aty thonë që skuadra do të shpërndahet sepse ka vdekur Enver Hoxha dhe nuk ka asnjë aktivitet sportiv. Nuk e bën ndeshjen? Dhe nuk u lut ndeshja me Greqinë. Ajo që ishte sepse edhe lojtarët duhet merrnin pjesë në atë javë zie. Pra askush nuk bënte ndeshje, nuk bënte stërvitje, nuk bënte dhe u lajmëroi FIFA, UEFA dhe e shtyn ndeshjen me Greqinë. Nuk u bë. Lojtarët u rikthyen, rifilloi kampionati në atë lloj atmosfere. Pra por skuadra kishte një situatë shumë të mirë, dhe nëse mund të lunte me Greqinë, mundet të merrte një rezultat sepse ishte entuziazmi, forma e lojtarëve, jemi në muajin mars, prill, maj ku skuadra merr një lojtarët kanë formën më të mirë. Kështu që u la,